Mirë. Prej kajt po na jeni? Prej Gjermanisë, ma mirë. Shumë me nejt. Gjithë me jetu këtë. Gjithë këtu. Po. A i keni mendu mu këtu? Normal gjithë me ndoj mu këthy, se më pëlqen. A ja vlen për gjithë? Ja vlen, është. Të kushte që jemi. Nuk është e letë. Me gjithë venën kudo që të shkojsh mu adaptu, po venë jetë është i. 4 fëmijë kom bo në Kosovë. A 4 në Kosovë? 4 në Kosovë, pa e planifiku që ka me dollë në herë jashtë. Gjithmonë jem me atë motën, fëmijë sa ma shumë. Kam bo nona tona, gjyshe tona. Është mirë me pas fëmijë. Gjithë, është pasuri. Pasuria me modhe, me ndaj. Mirë, faleminderit, mirë. Si po kalon? Mirë, Prej kajt po na jeni? Prej Gjermanisë. Prej Gjermanisë. Qysh po kalon një pushime? Mirë, A jeni t'ju knaq? Po, shumë. Që sa keni ardhur këtu? Që 3 javë, Që 3 javë. po. A më ndërkon sa keni plan me nejt? Edhe 2 javë, Edhe 2 javë. po. Mashallah, mirë bas këtë me nejt. Po. 5 javë, a? 5. A janë të mjaftueshme këto 5 javë? Nështë edhe ma shumë, është ma mirë. Shumë me nejt. Gjithë me jetu këtë. Gjithë këtu. Po. A i keni mendu mu këtu? Normal gjithë me ndoj mu këthy, se më pëlqen. A ja vlen për gjithë? Ja vlen, është. Të ja kushte vlen. që jemi tash, të rëthana. Po ja vlen, me në jetë që ja vlen. Më ndërkon ati që sa vite thaje? Që 4. Që 4 vite. Po. As ke shku frikë. Po. A ke pas letë me një vend me gjithë vetjen? Nuk është e letë me gjithë venën kudo që të shkojsh mu adaptu, po venë jetë është i. Sa ke për ty i rëndë vendi huj qendrove? Shumë. Shumë i rëmë, po. Qa me bo? A t'jeni me familje? Po. Sa fëmijë keni më falë? 5. 5 fëmijë. Po. Mashallah. Faleminderit. Pas keni familje të madhe? Po. Më vjen mirë që ka ala familje që kanë dëshirë në pas fëmijë shumë. Po. Është pak e mundishme të kesh 5 fëmijë, të rritësh? Është e mundimshme, po do shmi përkushtu kohë. Do shmi mundu maksimalisht. Një me pas, do shmi përkushtu kohë. E jo 5. 5. Sa ke ndihmën e bashkëshortit? Shumë. Shumë e kam ndihmën e bashkëshortit. Për çka të ndihmon më shumë bashkëshorti? Në çështje ekonomike, normal, në rritjen e fëmijëve, në edukim. Është mirë që ka për aty që ndoshta edhe burrat pak a shumë i ndihmojnë, mirë po ka edhe që s'u ndihmojnë krahë shumë. Jo, më ndihmon. Ti tosh me një vend, është më lehtë për një grua që të rritë fëmijën atje? Se di çka më thonë, se edhe këtu nuk është lehtë, normal fëmin se këtu se atje e ki pak më të lehtë për shkak kushteve ekonomike. Këto është më mirë se është vendi, është gjuha jotë, është kultura jotë. Po thoj kushtet ekonomike për ato ndoshta të qenë edhe e kaqshme që më shumë fëmijë. Jo, 4 fëmijë kom bo në Kosovë. A 4 në Kosovë? 4 në Kosovë, pa e planifiku që ka me dollë në herë jashtë. E që ma do për ato nona që me 2 fëmijë dhe dorëzon të mjaftush? Nuk e di që ka thëmë se kam atë mendim unë dhe se kom pas kërë. Gjithmonë jem me atë motën, fëmijë sa ma shumë. Kam bo nona tona, gjyshe tona. Është mirë me pas fëmijë. Gjithë, është pasuri. Pasuria me modhe, me ndaj. Si kishe mendu jetën pa fëmijë? Kërë, se di, nuk e di. Se di se kisha mendu jetën pa fëmijë. Motivi jetës tem jem fëmija, familja. Sa ta ka ndryshu jetën ardha fëmijëve? Po me fëmijën e parë nashta nuk i din shumë sene, me 2-tin, 3-tin, 4-tin, tash që jem none 5 fëmijëve i shësh senet. Krejt shumë. Kisha dash një mesazh për gjithë ato nona që kanë fëmijë. Ja sjellësh një mesazh. Për kushton një fëmijëve sa ma shumë. Fëmija janë motoja jetës tonë, ardhmëria jonë. Se di, boni fëmijë sa ma shumë. Mirë është me bo fëmijë, me pas fëmijë të shnosh. Pra dhe fëmijën e smut me ta që zoti. Ape dëshmi, është një sprove jetës. Gjithë shka me qene përgaditne. A si pas te edhe një përqep? Cila është mosha adekuate për e qenë nanë? Një moshë? Unë për shembull moshën 23 vjeçare më bo nanë për herën e parë. Po nashta taman është 23, 4, 5, që kjo është mosha ideale mendoj për një femën që e pjekësh, e shijon jetën deri që atëherë adoleshencën krejt i kryen deri atëherë dhe përgatitesh për një kapitull të jetës. Kisha kënaqësi shumë që biskëta me juve. Tore përshime sa më të këndshme. Faleminderit edhe juve, gjithë mirat. Faleminderit, kalofshi mirë.